Historia njerëzore rand ndryshon ngadalë, shpesh, ajo zhvendosen me goditje të menjëhershme, me ngjarje të befasishme që e shkundin botën dhe detyrojnë njeriu të rishkruaj vetë kuptimin e tij. Në këto momente, duket sikur koha ndahet në dy pjesë, para ngjarjes dhe pas saj. Civilizimet lëkunden, perandorit shemben, ideologjit lindin dhe zhduken, ndërsa njerëzimi përballet me pyetjen e vjetër sa vetë jeta, kush jemi ne dhe çfarë kemi ndërtuar. Në këtë video udhëtojmë përmes 10 ngjarjeve që nuk ndryshuan vetëm politikën dhe kufijt, por transformuan vetë mendjen njerëzore. Këto nuk janë thjesht datat që gjejmë në libra historie, janë çarjet e mëdha të kohës, momentet kur bota u rimendua nga themelimi. 10. Depresioni i madh. 1929. Depresioni i madh nuk ishte një krizë financiare zakonshme, por një kolaps i besimit njerëzor te moderniteti. Kur bursa amerikane u shemb, ajo rrëzoi bashkë me vete miliona jetë dhe tregoi se ekonomia globale ishte shumë më e brisht nga sa duket. Mira banka u falimentuan, miliona njerëz mbetën pa punë dhe qeverit kuptuan se laissez-faire nuk funksiononte më. Bota hyri në një epokë të re, ku idetë për mirëqenie, ndërhyrje shtetërore dhe solidaritet social morën fund. Por mbi të gjitha, depresioni i madh krijoi përplasjen më të thellë ideologjike të shekullit të 20. Luftën mes kapitalizmit dhe socializmit, mes autoritarizmit dhe demokracisë. Ishte çasti kur sistemi modern tregoi fytyrën e tij të vërtetë, të fuqishme, por të thyeshme. 9. Pandemia COVID-19, 2020. Në vitin 2020, bota u ndal. Diçka që nuk ishte ndodhur kurrë në historinë moderne, ndodhi brenda pak javësh. Kufijt u mbyllën, qytetet u boshatisën, jeta sociale u pezullua dhe frika u bë ndjenjë universale. COVID-19 i detyroi shoqëritë të reflektojnë mbi brishtësinë e tyre. Teknologjia, globalizmi, udhëtimet, ritmi i jetës, të gjitha u vunë në pikpyetje. Pandemia solli izolim, zhvendosi punën në distancë, ndryshoi psikologjinë kolektive dhe krijoi përçarje të reja sociale nga maskat te vaksinat. Ajo tregoi se një botë kaq e lodhur mund të ndalet nga diçka pothuajse e padukshme. Ishte një mësim i dhimbshëm, nuk jemi aq të fortë sa besojmë. 8. Operacioni Ajax, 1953. Në Iran, në vitin 1953, një ndryshim regjimi u krye jo nga populli, por nga një operacion sekret i CIA-s dhe MI6. Përmbysja e Muhammad Mossadegut ishte testimi pa real i epokës së re gjeopolitike, ku superfuqitë luanin me fatin e kombeve si një lojë shau. Ky akt ndezi zinxhirin që do të çonte në sundimin autoritar të shaut, pakënaqësinë popullore, revolucionin islamik të vitit 1979 dhe konfliktet e vazhdueshme të Iranit me Perëndimin. Operacioni Ajax është shembull i qartë se si një ndërhyrje e fshehtë mund ndryshoj drejtimin e historisë për dekada të tëra, duke krijuar armiqësi që nuk shuhen kurrë. 7. Traktati i Versajës, 1919. Pas përfundimit të luftës së parë botërore, fuqitë fituese nënshkruan një paqe që në dukje duhet të siguronte stabilitet. Por Traktati i Versajës ishte më shumë një akt akmarrjeje se sa bujarie. Gjermania u poshtërua ekonomikisht, politikisht dhe moralisht. Ky poshtërim kolektiv, i cili u përjetua si një padrejtësi historike, krijoi terrenin perfekt për radikalizëm, çarje sociale dhe përfundimisht për ngritjen e Hitlerit. Me fjalë të tjera, paqja që duhet të mbyllte një luftë, në të vërtetë lindi një luftë shumë më të tmerrshme. Historia tregon se turpërimi i një kombi gjithmonë kërkon akmarrjen e tij. 6. Rënja e Konstantinopolës, 1453. Kur Konstantinopoja u pushtua nga Osmanët, ra një nga qytetet më të rëndësishme të historisë dhe një nga mbrojtësit e fundit të botës së lashtë romake. Por kjo ngjarje nuk ishte vetëm fundi i Bizantit, ishte fillimi i një epoke krejt të re. Me mbylljen e rrugëve të vjetra tregtare drejt Azisë, Evropa u detyrua të kërkonte rrugë të reja dhe kështu nisi epoka e zbulimeve, duke çuar drejt zbulimit të Amerikës dhe fillimit të globalizmit.
Rënia e Konstantinopojës shënoi fundin e mesjetës dhe ngritjen e botës moderne. Një kujtesë e shpesh rënimi i një qytetërimi është lindja e një tjetri. 5. Revolucioni Rus, 1917. Rusia e fillim shekullit të 20 ishte një vend në prag shpërbërjeje, varfëri, luftë, ngërsh politik dhe një monarki e paaftë për të kuptuar epokën. Revolucioni i vitit 1917 solli fundin e carizmit dhe krijoi shtetin e parë komunist në botë, duke ofruar një vizion të ri dhe radikal për të ardhmen, atë të një shoqërie pa klasa. Por ky ideal shpejt u deformua në diktaturë, terror, gulag dhe superfuqi të uritur për dominimin ideologjik. Nga ky revolucion lindën përplasjet e mëdha të luftës së ftogët dhe politizimi i botës për gjysmë shekulli. Revolucioni Rus është prova se idealet më të bukura mund të marrin formën më të frikshme kur pushteti shndërrohet në dogmë. 4. Holokausti, 1939-1945. Holokausti është plagë e pashërueshme e historisë njerëzore. Në kambet e përqendrimit, një shtet modern përdori shkencën, ligjin, teknologjinë dhe burokracinë për të zhdukur miliona njerëz të pafajshëm. Ishte momenti kur bota u detyrua të shihte se barbaria nuk është karakteristike e kombeve primitive, por e sistemeve të organizuara që humbin moralin. Pas Holokaustit, bota ndërtoi të drejtën ndërkombëtare moderne, konceptin e krimeve kundër njerëzimit dhe shtetin e Izraelit. Por mbi të gjitha, Holokausti la një mësim të përjetshëm. E keqja nuk lind nga monstrat, por nga njerëzit e zakonshëm që i binden verbërisht autoritetit. 3. Rënja e perandorisë romake perëndimore, 476. Rënja e Romës ishte kolapsi një bote të tërë. Roma nuk ishte vetëm një shtet, ishte një civilizim i tërë, një sistem ligjor, ekonomik, kulturor dhe urbanistik që mbante Evropën të lidhur. Kur ajo ra, kontinenti u zhyt në një mijëvjeçare errësire, humbje dijesh, fragmentim politik, rënim ekonomik dhe dominim të institucioneve fetare, si zvendësim për rendin e humbur. Shembja e Romës është një paralajmërim i qartë se edhe perandorit më të mëdha shemben kur burojnë brenda vetes dobësi, korrupsion dhe të zgjatje të paarsyeshme. 2. Revolucioni Amerikan, 1776. Revolucioni Amerikan ishte momenti kur bota pa për herë të parë një shtet modern të lindte jo nga pushtimi, jo nga dinastit, por nga ideja e lirisë dhe vetëqeverisjes. Kolonistët sfiduan perandorin më të madhe të kohës dhe krijuan një sistem politik që do të bëjë frymëzim global, të drejtat garantuara, ndarje pushtetesh, votim, republik. Ky revolucion ndryshoi jo vetëm Amerikën, por mënyrën se si njerëzimi e koncepton autoritetin. Ishte deklarata e parë e madhe se njeriu nuk është nënshtetas, por qytetar. 1. Aleksandri i Madh, 336-323 para erës sonë. Aleksandri i Madh, në vetëm 13 vite, ndryshoi gjeografinë politike dhe kulturore të botës së lashtë. Ai bashkoi lindjen me perëndimin në një perandori të vetme, krijoi një shtet komunikimi, tregtie dhe kulture që nuk kishte ekzistuar kurrë më parë, dhe përhapi gjuhën dhe kulturën helenistike nga Mesdheu deri në Indi. Në një farë mënyre, Aleksandri ishte babai i globalizmit, njeriu që krijoi botën e përbashkët intelektuale që më vonë do të trashëgonin në Roma, Bizanti dhe kultura perëndimore. Ndikimi i tij vazhdoi për shekuj dhe shumë historianë e shohin si figurën individuale me ndikimin më të madh në historinë njerëzore. Historia nuk është një vijë drejt, por një ark i thyer i përbërë nga kriza, lindje, rënime, ëndra dhe gabime të mëdha. Ajo ndryshon në çastet kur njeriu përballet me sprovën dhe detyrohet të rimendojë veten. Disa nga këto ngjarje lindën ide të reja, të tjera sollën tragjedi të pamas, por gjitha lanë gjurmë të pashlyeshme në mënyrën si funksionon bota sot. Secila prej tyre është një kujtesë se civilizimi është i brisht, se pushteti është i përkohshëm dhe se një individ, një vendim ose një ngjarje vetme mund ndryshojnë përgjithmonë në rrjedhën e historisë. Në fund të fundit, historia nuk është vetëm ajo që ka ndodhur. Historia është ajo që vazhdon të ndikojë mbi ne sot, tani, në këtë moment. Faleminderit që ishit me ne në këtë udhëtim historik.
Për më shumë kontent intelektual, mos harroni të bëni subscribe. Shihemi në episodin e radhës.